Live from Tirana në Top Albania Radio. Ju përshëndes të gjithëve nga pjesa e dytë e Live from Tirana. 11:10 është ora eksakte në këtë moment, e mërkur data shënon 8 korrik 2026. Unë jam Ronaldo Sharka dhe siç u lajmëruam në krye të herës, do të flasim tashmë për një gjë që nuk e shmangim dot. Në kohërat moderne, inteligjenca artificiale depërtoi jo vetëm në foto, jo vetëm në video, në të cilën shpesh herë mediat, ngjarjet politike hasin probleme për të sqaruar të vërtetën, por dhe në atë që mban gjallë shpirtin që kur është krijuar njerëzimi që është muzika. Shumë këngë kohët e fundit qarkullojnë në internet, por jo vetëm, dhe ne në radio kemi pasur pjesë të playlistës tonë që janë bërë me inteligjencë artificiale. Për diskutuar pak për rrezikun mbase që i kanoset son kështu muzikës së vërtet ose jo, se si mund ta përdorim atë për më mirë, kam të ftuar në studio Alban Male, mirë se vjen në studio, kompozitor, kënaqësi që të kam program. Visian Uksenaj, aktor, shëndetëtar, iluzionist, fan si muzikës e AI apo jo? Jo, kjo është gabim. Un jam fan si muzikës bukur dhe tekstet bukura. Por ka diferencë. E përdor. E ka bërë AI, se ka bërë AI nëse është teksti bukur, është kënduar bukur, por nuk ka rëndësi. Po pse ty të vjen njësoj një këngë e bërë me AI, për shembull, një këngë e bërë nga Michael Jackson, e bërë nga... Jo, s'më vjen njësoj. Thjesht rryma kanë kaluar një lloj faze, këndimi ka kaluar një fazë që ne dëgjojmë shëmtira, për shembull, në përditshmëri të kënduar nga këngëtar, nga artist real, që vërtet na vrasin veshët, na dëmtojnë qenjen. Kështu që nëse diçka është e bukur, pra nuk po them është më e bukur se njerëzit real, po nëse diçka është e bukur, tingëllon mirë në veshin tënd, të jep një kënaqësi kur e dëgjon, për mua është okay. Po mund të stacionosh e Top Goldi për dëgjuar çik muzikë të tamam kështu të vërtet. Ardian Spahia, drejtori artistik i Top Goldit. Po bëra prezantimin pastues, pra, dhe Ardian është drejtori artistik aty. Fika sa bukur e bëri. Ka një lloj kategorie, ka një lloj kategorie shumë të veçantë dëgjuesish Top Goldi. Ardian, mirë se vjen në program. Përshëndetje, mirë se vjen. Është vështirë të drejtosh një radio që ka vetëm atë lloj kategorie muzike, pra muzikën e pavdekshme, muzikën e art. E vështirë nuk është, sepse gjithë ato që transmetohen janë artistë që janë të mëdhenj. Jo, për të qenë tek audienca. Te audienca, po shiko, edhe brezi i ri sot aktualisht, po ndjekin domon muzikën, domon ndoshta edhe 20 vjeçare sipër. Është kënga Julio Iglesias tani që del gjithandej. Dëgjoj, e di çam ka bërë shumë përshtypje edhe për diskutim këto. Pasi doli filmi i Michael Jackson, i cili ka disa vite që ka ndruar jetë tashmë, nuk ka vetëm fansa të atij brezi që kanë jetuar asë kohë, po ka dhe shumë Gen Z. Pra çfarë tregon kjo mbase që muzika e vërtet nuk vdes kurrë. Për ta lidhur pak edhe me këtë me AI. Dëgjoj, muzika e vërtet nuk vdes kurrë për faktin që është bërë nga njerëzit. Domethënë nuk është se ka vetëm një, për mendimin tim, nuk është se ka vetëm një bashkësi tingujsh edhe instrumentash, po aty ka ndjesi njerëzore, ka histori njerëzore, ka si thosh, është emocion. Shumë e stresëzuar gjëra, ka emocion, edhe çdo gjë që vjen si thosh pasojë një cikli njerëzor, mendoj që të paktën është më e thellë se sa një gjë gjeneruar me AI, i cili gjithsesi funksionon mbi disa modele të dhëna, nuk është se ka një gjë autentike. Domethënë ai përzgjedh ndërmjet disa informacioneve që aty janë futur nga njerëz të tjerë. Që në këtë moment mendoj unë që gjëja është më pak autentike se sa një gjë e bërë, po themi, nga Michael Jackson ose nga brezi këtyre lloj artistëve. Kështu që AI ka gjërat mira, po ka dhe gjërat këqija. Domethënë ti vetë si një njeri që ka kontribuar në ndër vite muzikën shqiptare, në Top Media, po ashtu të shqetëson futja kaq në masë e AI-t në treg? Të thash, ne vetë në radio, për disa muajsh luajmë disa këngë që janë AI. Jo, nuk mund të them që më shqetëson, sepse për disa kryesisht çështje teknike unë e përdor vetë AI-n. Por ndoshta nga që vi nga një formim, ku dëgjon, muzikor, shkollor, ndoshta nuk e kam të nevojshme të gjeneroj diçka me AI sepse ata e bëj vetë. Dhe mendoj që është një gjë që kalon një proces i cili e ndihmon produktin. Çdo gjë, e kam thënë edhe një herë tjetër në emision tjetër, çdo gjë që nuk kalon një proces për të arritur diku, nuk është se e paragjykoj, po mendoj që është një gjë e përcipt. Është një gjë që mund të bëhet virale për një moment, po është e destinuar mos ketë, si thosh, jetë gjatësi. Dhe
unë do doja që AI kryesisht të përdorej në të gjithë gamën e vet, jo vetëm për muzikën, por përdorej ndoshta për çështje teknike. Për sa i përket gjërave të cilat janë prodhuese, mendoj që nuk është se i ka bërë shumë mirë kësaj gjëje, sepse ka hequr gjitha barierat që po diskutonte Visiani. Domethënë çdo njeri që ka akses në një software mund të gjenerojë një këngë të dali, dhe tani jetojmë edhe në kohra që sa më budalliqe të bësh, aq më i famshëm bëhesh, kështu që po, vërtet. Nuk është se ka lidhje fama me bravurën e asaj gjë që ti ke bërë. Kështu që nëse ty do të vinin kënga e fundvit Top Channel është një nga ngjarjet më historike të kësaj medie, që audienca mezi e pret, pse aty nuk ka këngëtar të vërtetë, moderatorët. Nëse ty do të thonin që Alban e bëjmë këngën e këtij fundvitit të Topit me AI, do votoje pro? Jo. Domethënë, nuk është se po e paragjykoj AI-n, më kuptosh, por domethënë paktën kënga e fundvitit nuk është se ka sens që njerëzit aty dalin si këngëtar. Ideja është që të jetë një këngë gjithë përfshirëse. E dim ato që ndodh, por për të bashkuar trendit e disa personazhe televiziv në një kontekst tjetër, kurse kur shoh pastaj ca nuk e di, ca piktorë që këndojnë ose ca sportista që këndojnë. Ka dhe sportista që këndojnë. Nuk është se i paragjykoj ta thash, sepse kjo ka ndodhur edhe të kaluarën, po mendoj që nuk më pëlqen kjo gjë. Unë mendoj se populli vazhdon të jetë inteligjent edhe di të ndajë mirë nga e keqja, me thënë të drejtën, edhe në rastet kur shohim I lexon komentet? Unë përgjithsisht nëse po flet për profilin tim, kam komente tek të tjerët. Tek të tjerët. Sa i dallon vërtet, sa nëse çfarë ndodh, është shumë interesant puna e komenteve. Kur jam keq me humorin, ulem darkë dhe shoh komentet profilit. dhe realisht ka magji, ka perla. Dhe komentuesit e kupton sa inteligjent janë sepse ka një sens ironie, por ka edhe një verbëri të madhe, domethënë. Po për këtë verbërim po flisja. Në komente shef di verbëri, një iluzion të frikshëm, domethënë, dhe kupton që realiteti jon jemi në një rrugë të keqe. Se budalloku është lehtësisht identifikueshëm. Ore, unë kam nxjerr foto me AI që kisha me muskuj edhe njerëzit bravo. Bra, unë edhe kisha shkruajt që është fake si foto. U detyrova bëra koment poshtë, sepse më vjen s'dua t'ju tremb të nxjerr foton time të vërtet. Edhe prap njerëzit bravo vllai, ke pasë punu. Në pak marketing se janë të rëndësishëm shumë sponsorat, edhe menjëherë fjala për Ardianin pastaj. Gjuat është e bërë gjitha nga AI. Ardian, e dëgjove? E bukur. E ka bërë Visian? Po. E bukur vërtet? Po, e bukur është. Por shiko, domethënë çai mungon kësaj këngë AI nga ajo muzika e vërtet që bën njerëzit me orë të tëra në studio. Domethënë, nga që unë transmetoj muzikë me instrumenta shumë. Albani është profesionist i kësaj gjëje, domethënë edhe mua m'pëlqejnë instrumentat. Po, pëlqen originaliteti, por shiko, domethënë gjitha këto këngë se edhe kjo AI-ja ka një sekret, po e quajmë domethënë, se ka njerëz me tamam që kanë dell muzikor, të dish ta përdorësh. Edhe mund të përdoret si instrument. Për shembull Albani përpara besoj mend janë përdor Cubase, janë përdor Fruity Loops, edhe ato kanë pasur. Por domethënë kur e përdor si instrument, pra kur këto promptet ti i ke të sakta, din fiks ku duhet më fut muzika, ku duhet më fut një vegull muzikore, ku duhet më fut zani, ku duhet më fut kori etj. Mund dalin diçka e bukur. Unë për shembull shumë herë më kërkojnë muzika, i domethënë edhe ka për aty që i nuk i refuzoj dot se janë të bukura. Domethënë kjo është e padiskutueshme. Por ka keq informim shumë. Domethënë ka njerëz që dëgjojnë këngë, mendojnë që është origjinale dhe pretendojnë që të knohet edhe live diku. Për shembull, po t'jap rastin e koncertit që do bëhet tash te Kanye West. Ku një nga këto fansat që ka blerë biletën tha unë mezi shpresa që të shkoj të shoh koncertin dhe dëgjoj tha Silver Night. I thash me fali thashun, Silver Night nuk është kënga e tij, është një këngë virale bame nga një këngë ruse, domethënë. Që është rikthyer edhe një herë një nga këto çuna që merren me ai, e ka bërë shumë virale. Është bërë duete në shumë versione, po me zërin e Kanye West, se këta kanë dalë tash zërat edhe domthon ai ishte entuziast se do shkote tani dëgjote live. I thash do zgënjehesh atë këngë që është bërë me ai dhe mendon që ka bërë Kanye West. Po në fakt edhe zëri dallohet që s'është i Kanye West. Pra kush e njeh vokalisht aty? Jo, po them një rob që e njeh muzikën e kupton që s'është zëri i tij fare, s'ka lidhje. Kjo këngë ka tekstin shumë të lezetshëm. Faleminderit. Tekstin e kam bërë, e kam bërë unë bashkë me shokun tim nga Shkodra, të cilin e përshëndes, ai e ka emrin
anti-AI. Domethënë sepse edhe videon ma ka bërë ai, not AI. Edhe madje po ta shohësh referencat në YouTube e kam shkruajt lyrics not AI, video not AI. Çdo gjë tjetër është AI. Tani çan do ti tekstin e shkruan vet dhe ja, domosdoshmë si është procesi mekanik. Procesi është i tillë. Shiko, është shumë e vërtetë ajo që thot profesori, tash se do të flasim profesor se un jam mes dy profesorëve të muzikës, le të themi, profesori i vjetër i Goldit dhe profesori i aktuali i muzikës, i partiturave. Tani ideja është çfarë ndodh. Un për shembull, pasi krijoj një tekst, jam i lumtur me një tekst, kur ti mendon një tekst, kur krijon për çdo artist, e ka në mendjen e tij dhe se si të këndohet ky lloj rrymë, ky lloj teksti që ke bërë. Pra, siç do të dëgjosh më vonë një këngë e cila është pak në ritmet house, në ritme verore, po prap tekstin e ka të bukur, por është pak më minimal si tekst, pak më i shkurtër. Unë shkoj dhe krijoj promptin për këtë lloj muzike që dua. Tani, kur del muzika që del, asnjëherë s'është perfekte, ashtu gjithashtu dhe teksti. Dhe ti do detyrohesh që shpesh herë të vësh shenja piksimi, të përcaktosh tekstet në mënyrë t'ja përcaktosh tekstin që në tekst që ai ta interpretoj atë tekst siç ti do. Normalisht do bëhen disa bëhen disa variante derisa dalë varianti që ti je i kënaqur me muzikën. Të jep një opsion që është një opsioni që zgjedh ta këndoj femër ose mashkull, por ti gjithashtu mund të shkruash në promptin që nëse të pëlqen vokali më black, më kështu, të cilat gjë unë i kam mësuar më vonë se si trajnohet që mos të jetë vokali bazik, sepse zakonisht ajo ka tendencën të nxjerrë në të njëjtin vokal çdo gjë që bën. Edhe pastaj një ndër gjërat e tjera është që weirdness, pra që do të thotë e do të çuditshme apo e do fiks siç e kërkon ti. Dhe ti do bësh një balancë midis të çuditshmes, që ajo krijon diçka në algoritmi përplas spontaniteti. Po, pra tip improvizimi, le të themi, improvizimi virtual. Po improvizimi nuk është më improvizim, por është i kërkuar, kjo është. Por është i kërkuar, pra është i krijuar nga algoritmi dhe i testuar, i trajnuar me shembuj konkret të muzikës. Algoritmi është fjala më e përdorur këtë ditë në Shqipëri, iniciuar edhe nga Rama. Alban, si çdo gjë e re që futet në treg, siç janë futur fillimisht telefonat nga ato me kabuj, kaluam tek ato me tastier, më pas me touch, edhe kjo duhet të përqafuar, ose më saktë duhet me i marr më të mirën, si më thënë, gjë se nuk e shmangim dot avancimin e teknologjisë. Nga çfarë duhet të kemi kujdes, cilat janë rreziqet që mund të kontaminojnë muzikën e vërtet e AI dhe mendon që me kalimin e viteve mund të heqë disa lloj pozicione pune? Po AI për mendimin tim ka filluar gjatë të heqë disa, pak në raport të muzikën flas. Domethënë ka hequr interesin e se unë vi nga një brez që ne ku dëgjon, kemi qenë 20 pianista në klasë. Tani unë kam shtëpinë afër liceut edhe kaloj për ditë aty edhe nuk dëgjoj asnjë piano. Vërtet? Dëgjoj shumë rrallë, dëgjoj një violinë, shumë rrallë dëgjoj dikoj që bën një prof për kanto siç ka qenë. Po. Kur isha në shkollë. Nuk është se kjo ka ardhur vetëm nga AI, se tani ndoshta ne jetojmë në një lloj konteksti që jeta e qenurit artist është bërë më e vështirë se sa dikur, ose ka rënë ajo ideali, po themi. Por AI po ndikon në këtë lloj gjëje, sepse ti nuk ke nevojë sot, po themi kot, ti je pianist, ndërkohë që ti mund të mësosh ato software-in edhe të bësh dhe pianistin dhe këngëtarin. Gjë që ka kohë që ka ardhur treg, që njerëzit janë shqetësuar për faktin që përdorin aplikacionet. Për të krijuar muzikë, është pra inteligjencë është dhe kjo, artificiale. Dakor, por problemi është që sa më tepër kjo skem, se domethënë AI dikur për gjeneruar një foto ishte me piksel shumë të keq, ishte dukshëm i gjë manipuluar, është falso, sot është përmirësuar dhe ti e ke shumë të vështirë dallosh një foto. Kjo ndodhet edhe me muzika. Do vi një moment që ti edhe këto imperfeksionet e vogla që thot Visiani do rregullohen dhe do bëhet krejt e pa perceptueshme. Kam një pyetje, domethënë, sepse tashi po dalim te kjo varianti. Në qoftë se këto konkurset e bukurisë sot lejojnë që të jetë edhe e prekur nga pjesa e kirurgjikale etj. Mos të nesër do kemi domethënë festivale vetëm me muzikë AI, po kush do i kënojnë, kush do jenë domethënë. Unë mendoj që sepse po ta lejosh në këtë formë për me hiq kështu kaq domethënë ku do shkojnë që kur ka kompeticion ose kur ka garë është s'ka sens të jetë AI. Po mund të ketë një çmim aty, kënga më e mirë e AI për shkak dakord, po
Domethënë nga festivalet që po ndodhen aktualisht në Shqipëri, ata kam përshtypjen që edhe sot mund të përdoret, domethënë e përdor tekstin për shembull shumë vetë tash po e gjenerojnë AI sepse nuk e kanë atë krijimtarinë. Domethënë një nga gjërat që them unë që është e perceptueshme është që sidomos në vende si Shqipëria që jemi vende të vogla. Mua më ndodh kjo kur kam një njeri përballë dhe unë e di pak a shumë potencialin e atij për të bërë diçka, paktën në raport me muzikën. Dhe unë kur shoh nga, nuk e di, dikush duke ditur, si thosh, duke pasur një lloj njohje dhe duke pasur një lloj historiku, duke e njohur se çfarë mund të bëj ai, ndërkohë që ai më sjell mua një produkt, më mjafton vetëm kjo gjë për ta kuptuar që këtë nuk e ka bërë ai. Plus pastaj që ka imperfeksione të tjera. AI nuk ka arritur akoma në pikën që të jetë një produkt totalisht i saktë. Aty ka gabime harmonike, ka gabime në BPM-in, për shembull gjatë këngës, në gjithë çfarë është BPM-i? Tempi i këngës, pra në gjithë këngën ka ndryshime tempi brenda luhatet. Po, ndjeva pak të kjo kënga që dëgjuam. Po. Jo, se që ti se di e çfarë, kështu që s'kishe si ta kuptoj. Tani që më shpjegove. Ajo e ka vetë të tillë tempin ashtu kënga, sepse është vetë rryma e tillë, po realisht këtë e kupton vetëm kur e fut në aplikacion, në program. Se unë edhe ka diferencë, pra është e pamundur që ti të bësh një punë mbrapa, pra po ta përdor si wave për të rregulluar diçka, nuk e bën dot sepse tempi ka që nuk është perfekt. Pra ajo që po thotë Albani. Do të shpresoj që magjia e muzikës vërtet, instrumentat, këngëtarët, muzika. Emocioni njerëzor duhet të jeti pra nishën, po largu emocionin që kjo gjë nuk do vi deri në zhdukje, po themi, natyrisht do vi. E di pse nuk besoj se unë shoh vazhdimisht thirrje të njerëzve për shkakun që kërkojnë Top Festin që aty improvizojë live. Kërkojnë The Voice-in që është një përveç magjisë televizive, po këngëtarët këndonin live dhe orkestra ishte live. Pra, është si çdo gjë pasi ne bingopemi. Personalisht më pëlqen edhe imperfeksioni, domethënë edhe i gjatë, domethënë një vokalist që sa arrin dot atë notën e lartë, por është live, po është domethënë është njerëzore. Po. Domethënë absolutisht, shumë e vërtetë. Derisa ato të shpallin armik populli në këto pemot të Tiranës, por mendoj se pavarësisht se çka karrierë ke, po ta vëm për një muaj, e rikthejmë prapa se. Mendoj se ç'është diçka. Ajo është mendoj se kjo gjëja është një çështje konsumi. Pra do jetë si një ëmbëlsirë që të pëlqen shumë kur e shef, me si pretazh dhe kur fillon duke ngrënë vele shumë shpejt. Si punoj në restoranteve, pra ne i sollëm një moment të gjitha në Tiranë sushi aziatik tani. Jemi rikthyer te djathtë të gjizat e po po ecën fort byrek. O Vistian Bash, kam parë njërin sot duke bler byrek me Hermes, atletet të jeans të diskuaret. Alexander McQueen, reklama urgjentisht dhe kalojmë tek Ardiani pastaj.